për çmimin ndaj fëmijëve të rriturve, po fëmijëve, me qenë se ky çrregullim është kryesisht i fëmijëve. Tani është zbuluar prej kohësh edhe tek të rriturit, por është kryesisht i fëmijëve. E kanë patur Adolf Hitleri, edhe ai me një dekret i fuste në krematorium fëmijët me defekte. E ka patur Enver Hoxha për qëllime klasore, e ka patur diktatori Bokasio. Dhe ky është një super skandal. Të përdorish ti një çrregullim pa cilit qëndron një heroizëm i jashtëzakonshëm i fëmijëve dhe prindërve. Në qoftë se ka një çrregullim ku një nën është më heroin se çdo nën tjetër me përpjekjen e saj, është nëna e një fëmije me këtë çrregullim dhe fëmija vetë. Dhe fëmija vetë që në jo pak raste do t'i kap fjalët një nga një. T'i përvetsoj fjalët një nga një. Dhe ky del me këtë frazë duke tregon se nuk është turp të quhet prind ky. Është turp të quhet bashkëshort ky. Është turp të quhet baba ky. Me këtë fjalë që thot për këta fëmijë heroj janë ata, them, dhe arri. Ata bëjnë përpjekje mbi njerëzore dhe arrin shkollohen. Po rruga e tyre është një rrugë e vështirë. Këta gjeti ky për të etiketuar.